funksionojnë njësoj. Jo, ndaj njësa, sociale, ekonomike, politike. Kene është e gjitha ekonomike. Të ne jemi jashtë sferës së luftës dhe sferës së influencave geopolitike. Dhe mund të bash një qëndrim, që të mbash në raport në atë qëndrimi i partnerëve tu strategjik. Si do të vendosë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ai është qëndrimi që do mbash në raport me geopolitikën ndërkombëtare. Ajo që ty të intereson është marrësh masat në rast të një konflikti të zgjatur, sepse nëse ky konflikt i zgjat dhe fillon të hënë në bursa, çmimi i naftës do të shkojë në stratosferë. Dhe ti duhet kujdesesh që në vendin tënd, kjo është detyra e kryeministit tonë dashur, që duhet çohet, nuk duhet çohet, duhet ishte zgjuar sot darkë dhe ta bënte këtë gjë. Ne nuk dim se çfarë. Ai kemi ato rezerva strategjike që duhet duke punuar, dhe duke shqyrtuar apo analizuar dhe çështje geopolitike. Dyshoj thellësisht. Po besoj sot njerë vëmendjen e ka në media pozitiv të kishte protestë. Je zgjuar është po është për hallet e vet ajo nuk kemi atë lloj kryeministri. Kemi të sinqertë në vetën e kjo pjesa. Nëse presim që kryeministri do rregullojë jetën e qytetarëve shqiptarë, kishte 13 vjet kohë për ta bërë dhe nuk ja bërë. Edhe nga lufta Rusi-Ukrainë në ekonomi dhe naftë dhe në shportën ushqimore. Problemi është ne nuk do të gjendemi çdo herë të paprigatitur, që do të thotë kemi ca ligje ne që detyrojnë kompanitë e naftës me rezerva strategjike nafte. Po. Kemi ligj për këtë gjë. Dhe rezerva strategjike nafte janë çështje e sigurisë kombëtare. Tash duke pas parasysh se si sillet kryeministri jonë me sigurinë kombëtare, dyshoj që do bëjë ndonjë ndryshim në sjelljen në rastin konkret. Kështu që me që është rasti, mund t'ja sillim ndërmend që duhet merret me këtë gjë sot, sepse ditën e hënë, kur të hapen bursat, kjo luftë një ndikim do ta ketë, dhe çmimi i naftës ty do të rritet. Edhe në Shqipëri thua vërtet do ta ketë impaktin e menjëhershëm, sepse zakonisht duhet të zgjas disa ditë që të ndryshojë çmimi, me sa di unë. Ne jemi shumë të ndjeshëm ndaj çmimit të bursës. Kur rritet bursa. Nuk jam ekspert ekonomie, por me aq sa di unë. Jam praktik. Pretendoj që nuk duhet rritur. Ajo që vjen në Shqipëri është në momentin që rritet çmimi i naftës në botë, ky të rritet automatikisht në Shqipëri. Por nuk ulet kur ulet në botë. Po sepse ne jemi gjithmonë. Do më shumë jemi të ndjeshëm vetëm në litim. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Okej. Pse? Sepse mund të ndodhë që të krijohen mungesa në aftësinë furnizuese. Po. Ty të shmbyll, ti nuk blen dot raf nga Rusia, po të mbyll edhe një pjesë e naftës që vjen nga lindja e mesme për shkak të bllokimit kushtisë së Hormuzit, do jesh vërtet në nevoja. Dhe me që ne sonë në vëmendje thuhet që është bllokuar nga Irani pak më përpara me që është bllokuar nga Jemeni, nga kanali Hormuzit që është. Tani unë besoj që do kemi mundësi që ta rishikoj edhe një herë për shkak se ne ishim disa orë me protestën e PD-s. Ishin Houthis që kanë bërë një deklaracion për ta mbyllur. Pak më përpara kur ishim live, kishte përshekullonte një lajm që ka një bllokim. Tani nuk e di nëse vazhdon të jetë. Vazhdon të jetë. Ngushticën e Hormuzit kalon 1/5 e furnizimit botror të naftës. Dhe më duket që sot ka një pengesë, prandaj sonë në vëmendje. Mbyllja e kësaj ngushtice. Parasysh një gjë, fal. Jo më kot lufta filloi ditën e shtunë. Që të ketë një 2 ditë kohë para se të reagojnë bursat ditën e hënë. Se kur të dalë dhe lufta vazhdon akoma të hënën, do të shkojë çmimi i naftës në stratosferë. Dhe qeveria jonë e dashur, bashkë me kryeministin tonë akoma më të dashur, që mendon dhe vuan për hallet e popullit, duhet mblidhet sot dhe ta zgjidhë këtë historinë, ti marrë masat sot, mos ta lërë për të hënën. Se kur të dalë të hënën, Po të regoje shumë ambicioze, ne s'po shblokojmë do të Korçën, me rrugë do marri masat për blokimin e kanalit të Hormuzit një kontinent më ambit. Se pastaj do thotë që s'ma tha njeri. Ne s'po furnizojmë do të me ushqime, me të mira, me standarde Korçën. E kuptoj që kryeministri ka një konflikt interesi këtu në këtë pikë, me vetë se i bën që ti vër kufin çetit, po taksirate ka. Tani kjo është e vërtet, mbyllja e ngushticës së Hormuzit, e cila përbën 1/5 e furnizimit botror me naftë. Dhe unë përpiqem të shoh vërtet se çka ka ndodhur në këtë moment. Ky është lajmi konfirmuar që ajo ngushtica